Së bashku me babushin tim u nisëm për në shtëpi. Lam të mirë Gjermani. Lam të mirë burgu i mërgimit. Po kthehemi në Kosovë. Në Kosovën e robruar. Atje më pret Prishtina ime. Nana, gjyshja, Afërdita. Mirë kaluam, nuk na bën të lashe. Frigosha për ty se për mua e kam ditur se nuk do të ketë problem. Shumë kohë kalua e me sigurim kanë harruar. Ke trem? Po, kam shumë trem. Petrit, dëgjoj, e kam një plan. Unë do të zbres qytete ti shko vetëm në shtëpi. Po të kuptoj, që për planin atë që Plani mia është rrezik ty më ashtu dytë për një herë në shtëpi. Edhe po i fregohem shqetësimit plakës edhe është mirë të mos na shohin duke hyrë në mes ditës në shtëpi. Duhet kemi kujdes. Edhe në qytet mund të takoj dikush që të mirë. Por më pak ka mundësi. Po tjetër është të shohi e të njohi dikush duke ecur rrugëve, tjetër është duke hyrë në mes ditës në shtëpi. Unë në vërtet nuk kam frikë nga policia, po më shumë po më frigon plaka. Nëse paraqitemi ashtu të dy për një herë në mes ditës. Prandaj po mendoj më së miri është të shkosh ti një herë në shtëpi, të shohin ty, të çmallen me ty, e në mbrëmje të paraqitem edhe unë. Deri atëherë ti do të kesh kohë ta përgatisësh një plan prej largu të paktën tregojë si. Nënësina, po. Nënën time nuk po e përmend fare, vetëm nënën tënde. More Petrit, për 24 vjet ato me dinte vdeku. E të paraqitem ashtu pa prite, pa kujtuar për një heri, është vështirë edhe për tu, edhe për mua. Ketë drejt. Po çka do të bësh ti ashtu rrugë deri në mbrëmje? Kam frikë se do të lodhesh. Mos ma baj galin. Dua ta shoh Prishtinën. Më ka marrë malli. Ti shoh rrugët, njerëzit. Okej, ndoshta edhe nuk e ke fort keq, por mua Dëgjoj ti plakun. Kjo është më së miri. plani nuk e ke të keq, por mua po më le barën më të rëndë. Si ti përgatis nënën dhe gjyshen, mandej si do t'i them se ende e gjallë dhe se në mbrëmje do të paraqitesh në shtëpi. Se pari duhet t'i tregosh nënës sate. E me gjyshen bëni si t'dini dhe si t'mundeni. Nënës do t'i tregoj gjithsesi, por gjyshes të shohim. Ndoshta me ndihmën e nënës do t'ja bëjmë disi. Mjeshtër, apo e ndalë pak? Larg për zbret. Të bie shumë të ecësh. Jo, deri në mbrëmje kam kohë të shëtis rrugë. E vërtete, ku do të vish në shtëpi? Nuk e di, varet. Por para mbrëmja me siguri se jo. Mos ec shumë se lodhesh. Hynë në ndonjë restoran dhe shoh. Mos ma baj gale. Hajde. Ej, mos u vëno se të bërtet gruaja. Po
bëhet vetë.